një agjendë që da si pas propozimit që sot ka dhënë edhe opcionit më të mirë të mundshëm për me përballu një situatë. Okej, vetëm mos përsëritemi, kam disa reagime këtu nga studi, nuk do i mbajmë edhe shumë gjatë, sepse edhe Aziri edhe Arbri janë jashtë. Të dëgjuam Arbër, e përmbyllet ti mendimin. Lej pak. Veç e kam edhe diçka. Ke diçka për zotin Azir, vetëm shkurtimisht lutem, pastaj po. Po, shkurtimisht do të flas tejet shumë. Urdhro. Sigurisht që numrat nuk janë gjithçka. Po? Mirë po, primor mendoj në këtë aspektin politik është. Interneti s'po ja don. Okej. Edhe ka primor, A mund? Primor është vullneti qytetar. Po, vazhdo. Nuk e gjithçka numra. Primor është vullneti i qytetarëve dhe vullneti i qytetarëve është të shprehë në zgjedhjet e fundit. O nuk deta të marr analogji as ta zbej figurën atë një lideri politik. Po kjo është e vërteta. Pra, por tek kësaj pastaj gjithçka është demagogji. Po. Në vitin 2014, me qenë se kemi Azirin dhe ky e ka një pamendje institucionale. Po. Kur është bo vlani, Lida Demokratike ka po praktikisht lëvizjen e ndosje dhe çka ka ndodhur? Bashkëpunimi me Partinë Demokratike dhe listën sërbe. Në atë kohë, marrëveshja me listën sërbe ka qenë që të bëhet sa më shpejt asociacioni brenda 3-4 muajve dhe e dyta zaventësi i AKI-s të jetë pra prej komunitetit sërb. Kjo që ka lidhje me formulën, ne jemi duke kërkuar formulën Arbër. Jo, ka gjithçka lidhje, sepse këtu, Lida Demokratike e Kosovës ka bërë koalicion me gjitha subjektet pra politike. Dhe në këtë kuptim, ne secili si subjekt politik, pra është dashur duhet pra të marrim përgjegjësitë tona. Arbër, më thuaj, a është opsioni i zgjedhjeve tani opsioni më i afërt apo jo? Po ose jo? Unë mendoj që opsioni i fundit janë zgjedhjet. Okej, se duket që jemi gati ka fundi, edhe pse se kemi kapërcyer që ta proceset, ama këtu jemi. Për juve, zoti Aziri, a është opsioni i zgjedhjeve, vetëm pak Arbër, lutem. Zoti Aziri, për juve zgjedhjet? Kushtrem vetëm për kujtesë institucionale dhe koreksi. Lanin e ka shkaktuar LDK-ja si reagim ndaj rezultatit ku PDK-ja në atë kohë për dalë Partia e Parë. Dhe në ndërkohë pas disa jave, përveç partive tjera, ne kemi insistuar dhe kemi afru lëvizjen vetëvendose atëherë në grupacionin opozitar dhe kemi shkaktuar një shumicë politike në rrethonat. Gjithçka që tjetër ka rrjedh është çështja e procesit dhe agjenda politike dhe nuk është zbatuar kurrë që po thuhet se është thonë. LDK-s nuk ja falin suksesin shpesh herë, pastaj zoti Rexhaj besoj që unë dhe ai e dim që me qenë racional politiko bëhet e vështirë me rezistu kur të tjerët konsumojnë politika ditore. Zgjedhjet nuk janë zgjidhja sipas mendimit tim. Po pra po i bie. Zoti Kurti ka nënvizuar letrën e tij që edhe nëse i përsërisim përmes një procesi zgjedhor, lëvizja vetvendose prapë do ta drejtë LDK-n për qeverisje, do të jemi aty këtu. A do shkoni atëherë pas zgjedhjeve? Azira, do shkoni pas zgjedhjeve atëherë? Po nuk jam në një lëpë atëne që mund me paragjyku. Opsioni i sotshëm për cilën ne po diskutojmë është ky. Qartë. Kështu që bëjmë përpjekje serioze, mendimet njerëzve, racionaliteti, konsistenca e eksponentët partive politike, të gjitha partive politike mund të steni një normalitet politik, sepse fundja qeverit vonë me shkaktu normalitet politik e diçka tjetër. Absolutisht po, dhe jemi duke realizu këtë debat në kushtet të vështira, por po del fantastik, edhe për këtë i përgëzoj që dy mysafirë që i kemi nga distanca, Gashi, vetëm shkurtimisht edhe Shqipja, edhe pastaj do të shkurtimisht pyetje direkte edhe përgjigje direkte, urdhro. Zoti Aziri. Blerimi Gashi për zotin Aziri, urdhro. Zoti Aziri. Blerimi Mirëmbrëma. Përshëndetje, zoti Aziri, një njeri madh 1987 e ka shtruar çto. Refuzimi më real është ai që mbështetet në bindje në argument.
cili është argumenti se, si pas mendimit tem, unë s'pash argument aty përveç se në tekst pat na po dojna jo veç me juve, po dojna edhe me PDK-n, edhe me AK-n, që të bojna qeveri gjithë përfshirëse. Qysh mund është me refuzu estetikisht, Zoti Aziri, tu mos kanë refuzim, po tu kanë kontradiktor, jo s'po du me ty, po hajde edhe ti me neve se na po dujna me ardhë. Urdhro Aziri. Faleminderit shumë. E mirë kuptoj, duhet mësomi që në politik opcionet e begatojnë jetën politike, nuk duhet e refuzojmë apo absorbojmë gjithçka që është tavolinë vetëm për një arsye, asë një konzum politik. Situata me mos konstruimin e kësaj legjislature po bëhet neverike për gjithë ne, edhe për ju,